kjo masakër që është bërë, se nuk ka fjalë tjetër, Saranda, Ksamili, më thanë dhe këtë lartë, po këto dyja që i pash vetë, dhe nga aty shkova në Sivota dhe shajmë greke, po si e ruj natyrën, si e ruj në ndërtimet, që i në formë tarace, kurse Saranti ke brezi dytë, nuk shef modetin. Tashti, të gjitha këto janë peshë e Ramës, apo janë peshë asaj që i filloi 190-ën me marrjen e tokave, me ndërtimet pa leje, me legalizimin e ndërtimeve pa leje për fushata, dhe ne kemi arritur këtë masakër sot që është e pasgjithshme, unë them është e pasgjithshme. Ju jeni inxhinier, ju jeni kompetent për këtë punë, po unë mendoj që është e pasgjithshme. Do të them, nuk është as për të mburur, po betejë e parë që unë kam bërë parlament me Berishën ka qenë politika e imigrimit të brendshëm. Imigracioni brendshëm, pra lëvizja nga zonat rurale drejt zonave urbane në mënyrë posaçme drejt Tiranës. Si duhet bëhej? Duhet bëjë në mënyrë kaotike apo duhet bëjë në mënyrë të organizuar? Sepse ishte fakt. Politika e Enverit ka qenë që në çdo pëllëm të kishte njerëz dhe mbante qytetarë të Republikës Shqipërisë në territore duke i masakruar dhe duke qenë niveli i jetesës së tyre skandalos. Dhe më të çliruar Shqipëria ishte jo e pritshme, por ishte domosdoshmëri heqja e këtyre njerëzve nga kjo skamje dhe lëvizje e tyre, e cila mund të bëhet e organizuar, mund të bëhet dhe në mënyrë spontane në kuptimin e lëvizjes së njerëzve, por kur vinin puna tek imbarkimi i tyre, tek territorit në cilin ata duhet të uleshin, duheshin që këto territore ne kishim mundësi të pa llogaritshme që të fillonim urbanizimin e këtyre territoreve. Çdo thot, urbanizim në këtë rast është të paktën të kuadratronim rrugët, të bënim kuadratet dhe pastaj le ta bën ai pjesën e ndërtimit brenda kuadratit, se eksperienca e tanishme ka vërtetuar që buz rrugës të gjithë ndërtimet që u bën në 97-ën u prishën dhe u ndërtuan objektet e larta. Pra procesi do ta sillte një gjë të tillë. Ajo që ne kemi problem tani është që nuk bën dot rrugë. Dhe gjithë Tirana është e bllokuar absolutisht në qendër, por edhe në periferi. Nëse do vesh në Dajt është e pamundur, nëse do vesh nga Kamza është e pamundur, nëse do vesh në qarkullimin e makinë Tirana në Astier e pamundur, nëse do vesh Selit është e pamundur sot lëvit të ndërtosh rrugë. Dhe kur të ndërtosh një rrugë, do të llogaritesh mirë gjën, sepse kostua e shpronësimit të tokës merr për masa disa herë më të mëdha se vetë kosta e rrugës. Dhe ky është problemi më i madh me të cilën ndeshet çdo qeveri e cila do të urbanizojë një territor të caktuar urban. Do ta urbanizojë. Që të urbanizojë do thotë të fillosh sistemosh rrugët. Janë bërë sot shifeni si është bërë jo vetëm Tirana, se Tirana është disi me disiplinuar, po dolën periferinë e Tiranës, që nuk po them tani nga kush administroheshin. Periferia e Tiranës absolutisht është administruar qoftë Selita, qoftë Farka, qoftë Kamza, të gjitha nga Partia Demokratike. Po të gjitha nga Partia Demokratike. Nuk po them emrat, por meqense u hap kjo temë po e trajtoj. Prandaj po them që duhet jemi vërtet. Këto janë shumë të vogla në kuptimin e interesit strategjik. Të shkatrosh një perl turistike që është linja më konkurruese jona ndaj turizmit grek, ne kemi një shans të madh me turizmin.